Nuk ka asnjë garë në botë ku të thonë tjetër të humba, po humba me dinjitet. Mbas eliminimit është sulmi ndaj Silvinjos. Unë jam shumë kundër atyre që shajnë Bajrami. Kush na i bëri 2 golat ne? Lewandowski. Njëri 35 vjeç, tjetri 82. Pilo është më mirë se Muçi, në kolektiv Pilo është mendoj mirë se unë. Muçi kolektiv. Njëtën mendësi si Silvinjo më lehet shpreh. Me dashje pa dashje, nga dashuria ose jo, për një lojtar i ke bërë dëm një kombi. Kosovën e di që luan bukur. Qështallëve të atëmëri që i ke dhe djeshtë super një pavarësi e dytë. Ta mujë shqiptarë do shkojnë në botëror si do që tjetë. Shikoni pak, jam edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë. Kemi një tjetër speciale këtu, prandaj për mos thumbur asnjë nga prodhimet tona, klikoni butonin subscribe në YouTube. Miq të Andale Sportja ku jemi me zemrën e ndarë dysh, një hidhërim për Shqipërinë dhe një gëzim për Kosovën do provoj shanset në play-offin e botërorit. Zërin e kam gjirur akoma, prandaj tho merr pak ti më kon. Shiko, ndryshe nga Flori dhe nga shumica për jush, unë jam ai rasti që unë mendoj që ky eliminimi nuk është kaq për të bërë kaq dramë sa po e bëni. Mënyra se erdhi. Po nga mënyra se si erdhi është për të bërë dramë, por le ta zgjidhim me mikun tonë në fakt, që e patëm dhe para sfidës, kritik i shpesh të Silvinjos, për çfarë do më thotë sot, Iliana Liu, përshëndetje. Faleminderit, mjafton të jesh kritik i vërtet, i qëndësishëm dhe parashikueshmërisht mjaftueshëm mirë. Tani, ti je me Florin që është një eliminim dram apo je me mua që nuk ka për të bërë dram, sepse unë për më tepër shkova e pash të dramën nga afër. Dhe kur shkon teatr te rreshti parë të shfaqja, e ndjen më shumë shfaqjen. Kemi marrë një rezultat logjikisht të pranueshëm. Faleminderit. Logjikisht të pranueshëm. Thash mos u gëzo para kohë. Nuk ishte i paparalajmëruar, është paralajmëruar. Çka do të thotë ke pas dhe kohë të marrësh masat, por do ta diskutojmë këtë në 2 plane, dhe në planin emocional si duhet ta trajtojmë ne ekipin ton kombëtar tash tutje që ka nevojë për mbështetjen tonë. Ka nevojë të gjenerojmë energji pozitive sepse ata djem kanë dhënë shpirtin fush sipas parimeve kryesore, kanë kapacitetin e duhur për të qenë lojtarë të mëdhej të skenës botërore dhe keqardhja më e madhe e imja është se një brez i tërë futbollistësh nuk do ta shohin, nuk do ta realizojnë dot ëndrrën e tyre. Sulmi më i madh dhe më publik mbas eliminimit është sulmi ndaj Silvinjos. Në mendimin tënd, këtë sfidën e humbëm për fajt të Silvinjos apo dolëm 2-1 për merit të Silvinjos? Momenti ynë historik është i tillë që në një garë me eliminim nuk ka barazim. Ka vetëm një të kualifikuar. Dhe objektivi kur shkon në një garë është vetëm fitoria. Çdo rezultat tjetër është dështim. Nuk ka lexim tjetër. Nuk ka asnjë garë në botë ku të thonë tjetër të humba, po humba me dinjitet. Humbja është humbje, fitoria e ka dinjitetin me vete, si do të jetë. Prandaj në të gjitha analizat që bëhet sidomos në botën e sportit është ti mund të arrish maksimumin se ke brumin e duhur, ke elementet e duhur, ke potencialin e duhur dhe ty asgjë nuk të ndalon të shprehesh maksimalisht mirë dhe të marrësh fitoren. Kjo ishte pritshmëria jonë. Zhgënjimi u bë i madh. Për arsye sepse pritshmëritë tona ishin të bazuara, të vërteta. Kontingjenti lojtarëve që kemi në ekipin kombëtar është brezi më i mirë i futbollistëve në mënyrë absolute i të gjithë kohës që të paktën unë mbaj mend dhe mbaj mend gati 40 vjet futboll nuk janë pak. Profesionistë janë në nivelet larta luajnë. Komplekset e inferioritetit tashmë prej 30 vjetësh janë zhdukur. Po me sa duket komplekset e inferioritetit janë zhdukur të lojtarët dhe mendësia e lojtarëve, por nuk janë zhdukur komplekset e inferioritetit tek Mr. Silvinjo. Pjesa e dytë e ndeshjes fillon me 1-0 për ne dhe kanë rënë poshtë të gjitha ato variante taktike, detyra lojtarësh, porosi personale për individ caktuar brenda fushës, kanë rënë ato që diskutohen para ndeshjes në pushim ndeshjes. Dhe ndeshja në pushim ndeshjes është komplet një ndeshje tjetër pjesa e dytë. Po. Pse?
Të gjithë e dim që do prishej rreshtimi taktik i Polonisë, se Polonia s'kishte çfarë humbiste, ishte 45 minuta larg botrori dhe ishte në disavantazh. Po. Në rastin e prishjeve të rreshtimeve taktike, të iniciativave, lojtarëve që dalin jashtë funksioneve, atëherë në sekond hyn në punë dora e trajnerit se këta do hedhin sulm, këta do bëjnë këtë përgatitje, këta do rrezikojnë më tepër, do hedhin më shumë lojtar në sulm se sa në pjesën e parë. Unë si do t'i përgjigjem. Tash kur dihej që këta do prishin gjithë rreshtimin taktik. Ne kishim në maj të sulmit ton një lojtar që nuk shquhet për shpejtësi, është i ngathët Bile Bajram. Është një lojtar që për nga potenca fizike, forca statike, volumin i trupit ti, nuk të garanton fitore dy luftimesh dhe topin e parë ta ulësh. Çuarjen e ekipit. Duk edhe pjesën e parë që nuk ishte në formë. Çuarjen e ekipit në thellësi, të shkosh para. Çfarë të duhet ty? Të duhet elementi më i shpejt që ke ti në kontingjent për ta përdorur 45 minuta. Pse? Rrit rrezikun se siç i njohim ne lojtarët e Polonisë, sigurisht dhe ata i kanë studiu tonët. Po. Prezenca i lojtarit shpejt si Broja në sulm, që është super i shpejt, jo i shpejt, i imponon ekipet kundërshtare të jenë shumë të vëmendshëm dhe të hedhin më pak forca në sulm, është mekanizëm për ta frenuar kundërshtarin mos me dalë në sulm. Ose le ta bëj riskun, po përfituesi je ti. Pra ti thu që fusha kishte shumë hapësira. Në pjesë 2 duhet të kishim Brojën përpara. Sigurisht, po ne kemi tradit mos bërjen e ndrimeve në kortën e dur. Në disa ndeshje, ti përmend me radhë po dush, në disa ndeshje për shkak të ndryshimeve të vënuara në fushën e lojës, ke marrë rezultatin negativ. Nuk ishte efektive futja e Brojës pas barazimit sa që ishte efektive që në minutën e 45. Që ishte gati për ta vrarë ndeshjen. Morali ishte në krahun tonë. Polonia lundte në fushën e vet dhe moralisht ishte për tokë, përveç një 15 ishte edhe në presion, pastaj në presion të rezultatit, rritet presioni, dilet prap nga detyrat dhe në këtë moment, në momentin e mirë psikologjik të skuadrës tënde, ti fut një element shumë të shpejt që i jep skuadrës thellësi, rrezikshmëri dhe ty të garanton që vret ndeshjen me golin e dytë. Nëse ti nuk bëre asgjë nga këto, po pritet barazohesh, po nuk po themi pse u barazua ndeshja, se mund barazohet dhe nga i rastkot, dhe nga i autogol. Ashtu barazua, rastkot, pa pretendime fare. Kaloi e përsia morale, kaloi në anën e Polonisë. Dhe ti nuk e shboje do të më këto. Polonia nuk çorientohej më si skuadër, sepse e kishte arrit pikën, dhe gradualisht do të vinte nën presion, po e bëri dytin mirë, po se bëri, po s'kishte pse dilte në aventurë. Edhe te goli, po bisedoja me Florin, goli parë për mua është 100%, 99% faji Strakoshës. Jo, 50-50. Goli faji ka dhe mbrojtja që e la Lewandowski ti çmarkohet. 50-50. Faji ka dhe trajneri që nuk e ka vënë një lojtar. Po si trajneri, më fal, Strakosha del hush me topin, është faji trajnerit. 50% ka faji portieri. 50% ka faji mbrojtësi që le lojtarin kryesor të ekipit kundërshtar ti çmarkohet në zonë. Për mua të dy golat janë thjesht episode jo trajnerit. Episode gabimi. Goli i dytë, unë kam qenë duke e parë. E kam parasysh momenti kur ai merr topin, ka 5 sekonda kot, kalibrohet, gjej portën dhe nuk e shqetëson njeri para porte, lojtarin që ti e di që ka goditje të tilla. Më fal, rreshtimi ishte e gjithë skuadra në mbrojtje, çfarë faj ka Silvinho aty që nuk mbylla plani me gjimshitin. Nuk është e panjohur cilësia e ekipit polak në lojën në ajër, aq më tepër kur ke Lewandowski në fushë. E çuditshme është që Lewandowski nuk ishte një person që ta markonte në çdo goditje të rregull. Sepse ti do përzgjedhësh në bazë të rrezikshmërisë lojtarin më të mirë që ketin luftën në ajër më me eksperiencë. Pyetje. Unë shikoj që në fund Lewandowski përballet me Hysajn të fundit. Nuk është atë lart. Nuk jam nga ata që i ve faj individëve për gola, sepse faji është i lojës tonë në mbrojtje. Në atë moment, në goditje standarde, ka çeduar ekipi jonë lojën mbrojtje të neutralizojë lojtarët që godasin mirë me kokë. Po ishte topi i vdekur i Strakoshës. Edhe mbrojtja ka fajin e vet, ose ai fajin mbrojtjes. Nuk pushkatohet, është filozofia, nuk pushkatohet individi për në ndeshje futbolli, sepse kanë gabu lojtarët më të mëdhenj të botës, ka gabu Platinia, ka gabu Dinazofi, jo mos Strakosha. Në një ndeshje tillë, në një ndeshje specifike,
ndërtimi i asaj që ti në çdo variant që ti duhet përdorja në fush, unë mas rezultatin zotëri. Mund dilte ndeshja 2-4, le të kishte bë 2 gafa Strakosha, po kishin bë 4 gola ne, askush s'do e diskutonte. Nuk e hyj kësaj teme. Ne kemi dështuar të mundim Polonin që e kemi rraf. Shiko çka ka kjo ndeshje. Se nuk dua, unë jam shumë kundër atyre që shajnë Bajrami. Pra që thonë që e humbi. Nëse Bajrami godet 10 cm më poshtë, ishte goli dhe të bëhe hero. Ne kemi dënuar Rejmanin për rastin e humbur penalti, bëri gol Serbia, bëm hero. Kemi dënuar Hysajn që uli kokën me Italinë, bëri performancë të mira, bëm hero. Pra, lojtari nuk gjykohet se futbolli është dinamik dhe gabon. Por trajneri është më i ftohtë. Trajneri gabon dhe gabimet e trajnerit janë më të mëdha. Dhe praktikisht ti ke luajtur me 10 veta. Me 9,5 se do ta tregoj edhe tjetrin. Të kemi thënë 600.000 herë edhe si nivel ish sportistësh dhe si nivel specialistësh, të kemi thonë që problemi i Aslanit me futbollin është se Aslani s'ka agresivitet. Që kur thanë të gjithë se mora vështirë për Aslanin. I la barrën dy mesfushorëve tjerë. Nuk ka shpejtësi. Nuk ka vertikalizim. Janë 3 elementet për cilat ti duhet luash aty dhe të treja këto si ke. Tash i pashkaj shumë ndeshjes, nuk e pe dot, kjo është një ndeshje që po të prishën pak ekuilibrat, ti do qahesh në atë drejtim. Qa na ka ndodhur ne? Kush është zgjuarësia e trajnerit? Të bllokoj pikat kryesore të ekipit kundërshtar. Kush na i bëri 2 golat na? Lewandowski. 2 lojtarë të rëndësishëm, 10 dhe 9. Njëri 35 vjeç, tjetri 82. Edhe problemi qëndron ku është puna jote si trajner këtu. Sepse dihet botërisht më i ruhet gjithë bota Lewandowski i ruhet. Nuk i ruhet këtij mbrojtësit majt Polonisë. Atëherë, ti nëse e vere Zelinski nga një 10 meç vertikal, që nuk gjeti Aslanin përpara, ose e gjeti dhe e kaloi e hodhi pas shpine për shkak të këtyre cilësive fizike që nuk i ka. Dalin të problemi Ramadani pasaj. Se ti Aslanin mund ta përdorësh në një ndeshje kur ekipi kundërshtar është në nivel me ne ose pak më i dobët se ne, që ky le mos markoj mirë, po të ndërtoj pak lojë. Po në një ekip ku të duhen muskuj, gjunjë, forcë, markim, grind, këto janë gjithë element që i shkojnë një lojtari tjetër. Dhe mungesa e këtij lojtari tjetër bëri që ky të del në një zonë 25-30 metra që e ka distancën e vet goditjes. Të ka dalë 3 herë për të godit. Dhe 3 herë nga tejkalimi kundërshtarit vet. Edhe ti të krijove një hapësirë shumë të madhe këtu në qendër, që i dhe mundësinë atij të godiste në një gjujtje të pastër pa kundërshtar përpara. Problemi me lojtarët që godasin mirë është ti izolosh mos godasin, se po goditën 90% është mrena. Dhe qatë ngelet mas ty, se diskutojmë këto, jo ky luan mirë nga krau, jo ky s'luan mirë nga krau, Polonia është e mirë lojër në ajër, po mos lejo që mbrojtësat e kraut të hodhin krosin, mos e ke një mundësi, s'ke lojtar gjatë, po mos lejo që të hedhin krosin, minimizo mundësitë e pasit nga anësorja. Për këto është trajneri, nuk është trajneri për të thënë unë pash video, e ndojgja video këtë, takimi im me atë, se video shif gjithë ditën, tipo sa të nxehet truri. E di ku më duket mua problemi i madh të këndeshje, ç'a mendoj unë. Pra, nuk po themi rastet e kundërshtarit, të 2 golat ishin të falur nga ne. Të 2 golat, ishin gabime. Por pa u marrë me kundërshtarin, ne nuk bëm rastet tona. Mundësitë që kishim. Nuk i vefaj Bajramit, nuk i vefaj Pilos për rastet e veta. Si Bajrami doli para porte, por Bajrami zotri është një djalë i cili ka ndeshjen e fundit në janar. Gabimi jot është që ti fut një djalë pa minuta dhe e merr qaf atë, veten dhe kombëtaren. Kjo mundësia mund t'i shëdhën Mehmetit, mund t'i shëdhën Muçit dhe nuk po them që do e bën. Nuk të kthehet Mehmeti me Muçin në mbrojtje, roje ti. Jo, më gjotë të mbarë vje logjike. Unë nuk po them që do e bënte gol, se nuk parashikoj dot. Por më shumë probabilitet ta bënte do kishte. Rasti i dytë, a mund bëj paralelizëm? Rasti i dytë, Del Pilo godet perfekt për një lojtar që është mbrojtës, godet perfekt. E pret portieri. Çfarë faj ka Silvinho këtu? Nëse Broja do i kishte dhënë topin Kratmajt, dhe Kratmajt do ishte Muçi ose Mehmeti, a do kishte më shumë shanse për ta bërë gol? Ky është gabimi i trajnerit dhe kështu lexohet futbolli. Po pse më do mbrote Muçi me Mehmetin siç mbrojti Pilo?
Pilo hyri në mesfush në Kratmaj për ndihmu Mita dhe për kundërsulme. Ndeshjen, se ti kur del këtu dhe 1 minutë më vonë ti ndëshkohesh, ti e humb ndeshjen aty. Ti e humb ndeshjen aty. Ke një koncept shumë gabim mbi mbrojtjen dhe mbi sulmin. Pilo në krahun e majt shkoi për ndihmuar Mitajn dhe për goditur me raste me kundërsulm. Të ndihmoj mos gabosh më, nuk është po dush sa. Shkrepe, jo, shkrepe. Problemi qëndron këtu. Ne nuk kemi sulmues të mirë që bëjmë golin dhe kemi mbrojtësa të mirë se s'ham golin. Loja jonë në sulm është e mirë dhe ne shnojmë gola, ose loja jonë në mbrojtje të gjithë ekipit krijon kompaktësi dhe nuk merr gola. Polonia mbrojtje ishte. Individ kjo punë, është lojë kolektive. Po pra dhe në kolektiv, ideja Pilo është më mirë se Muçi. Në kolektiv Pilo është mirë se Muçi kolektiv. Po, Muçi është lojtari me formë, i kombëtar shqiptare. Po t'ishte kështu si thua ti. Po t'ishte lojtari me formë. Ka të njëjtën mendësi si Silvinho më lejo të shpreh. Po jo, kolektiv Pilo duket më sakrifikues në krahun e majt. Mos e merr për kompliment këtë të njëjtën mendësi me Silvinho. Jo, po fal, po në logjik Pilo që është mbrojtës me tipare dhe mesfushor, duket më kolektiv në repart për kombëtarin tonë se sa Muçi. Më fal, ti le në stolin rezerv. Që të kapun gabimet ose nuk jam ekspert futbolli, po çfarë lexoj unë nga tribuna. Ti le në stol me Meti, lojtari më të mirë në Championship. Ti le në stol Muçi lojtari me vlerë më të lartë, më të mirë kampionati. Po lëre më vlerën. 2 futbollistët me performancat më të mira në klubet e veta kush janë? Muçi dhe Mehmeti. Ai është rregull, pa diskutimi. Sa gola ka bërë njëri, sa gola ka bërë tjetri. Tani se di në shifrën fikse, nga po kanë bërë. 11-2. Mbi 10-2. Ti hyn në fush në një ndeshje që duhet fitosh pa 2 lojtarët që kanë bërë më shumë gola edhe kanë minuta më shumë në kampionat. Po të kesh Mbappé dhe Neymar e fushën ta pranojnë, ndryshe nuk ta pranojnë. Prit, sepse si tham, përpara sfidës tam prisnim që Polonia të ishte avantazhuar. Dhe ne hym në fush me idenë që mos pësojmë dhe me pak shpresë godas me kundërsulm. Dhe ne këtë gjë e bëm. Ishte 0-1 me 45 minuta mbetura. Shikoj, avantazhuar ishte edhe Çekia. Slovakia. Ato ishin më aty. Hajde ta ndajmë pastaj, më aty, më këtej është çështje kundërshtrimi. Edhe Slovakia avantazhuar vitin. Ashtu. Po në përfundim të ndeshjes, un pash 4 gola të shnuar nga goditje standarde tonat. Janë gola të punuar në stërvitje, sipas i mënyrës, sipas i stili loja. Pash 4 gola të ekzekutuar në mënyrë perfekte, pash cilësi loje perfekte, pash ndjeva atmosferën e golit, vinte goli natyrshëm te Kosova se e kërkonte, kurse ne nuk e kërkuam se s'kemi mekanizmat e duhur, zotëri. Ose ndoshta se kërkuam sepse Silvinho tek reparti i sulmit ka lojtar pa minuta në këmbë, kurse Kosova ka një Vedat Muriqi dhe një Aslani që luajnë njëri në Spanjë, Shiko çka. Qëndroi parimeve. Ha. Nëse ti do vendosje që të luajnë lojtarët që janë formën më të mirë në momentit dhe kanë minuta nga ekipet, do kishe Muçi dhe Mehmeti. Por Muçi dhe Mehmeti nuk kanë fizik për Polonin. Po si, nëse ti do kishe një Vedat Muriqi te kombëtarja shqiptare, ti kishe bë qef me Polonin. Se Muriqi ta bote edhe golin e Bajramit, dhe golin e Pilos dhe tjetrin dhe tjetrin. Po ti si ke? Ti ke një broja që nuk luan me Berlin. Ta them situatën, nëse do lunte Kosova me Polonin do ishte 0-4 ndeshje. Kosova-Polonin. Po ti pse e thua pra? Deri para një viti Shqipëria ka qenë joshse për shkak se ishte ekip më kompetitiv se Kosova, deri para një viti e pak. Ishte ekip më i qëndrueshëm dhe për elementet e mirë shqiptarë që luajnë në për kampionate shumë të mira, ishte më josh se Shqipëria për të tërheq element. Me këtë ndeshje ne kemi humbur perspektivën, lëre botrorin, ëndra e futbollistëve ti brezi që nuk do e prekin dot më për ata që ju mbaron mosha sportive. Për gjithë njerëzit që dojnë ta shifnin ekipin ton kombëtar në një finale botërore, kishte ardhur koha, nuk ishim para kohë. Ishim përgatitur për këtë. Për fat keq nuk ka qenë përgatit vetëm ai që duhet. Thelbi qëndron këtej. Kosova ka sot është bërë ekip më joshës për gjithë elementet. Ishte një rast që kam parë me Brian Gruden, i cili ka qenë lojtar i cili e kërkon Shqipëria. Mos u merrni me lojtar ordinera që kur është Shqipëria dhe Kosova keq nuk vi dhe kur bëhet mirë thon vi. Mos u merrni me këta. Lojtar ordiner, unë nuk e di është apo nuk është. Është një lojtar i cili të bën diferencën, është kapiten të Gjermania U21. Është lojtar i mirë. Nuk e pranoj që ky lojtar të bën teka për kombëtarë se nuk i dua këta lojtar kombëtar. Çfarë për memra? Por për të thënë rastin konkret, ky lojtar ka thënë, nëse shkon Kosova botror, do shkoj te Kosova. As këtë nuk e pranoj.
se ti nuk ke njeri që po zgjedh klubin, po zgjedh kombëtaren, po zgjedh zemrën tënde. Nuk e pranoj edhe këtë. Ama është fakt që ai përkon shkon te Kosova e te Shqipëria për shkak të një arritje botërore. Këta po them unë. Të eci me linjën e gjithë futbollistëve, në gjithë botën, është shumë e rëndësishme pikpamja profesionale e karrierës. Po. Në këtë këndvështrim nuk i mbështes, po i mirë kuptoj. Nuk i mbështes, nuk duhet jetë ashtu, por kështu është dhe s'kemi që bëjmë. Sepse nuk është klub, është kombëtare. Ashtu. Problemi i lojtarëve që ne kemi jashtë është se ne s'kemi kampionat shqiptar, pra ne jemi në këtë diskutim. Nuk kemi kampionat, kemi kampionat në nivel mediokër. Shpesh herë është edhe për të mos ta komentuar, sepse nuk prodhon asgjë. Dhe nevoja për të pas lojtar nga jashtë është eminente, sepse kampionati jotë s'të prodhon asgjë. Lojtari më i mirë i kampionatit tonë është 30 vjeç edhe nuk është grumullu i herë me kombëtaren. Kuptoje ç'a katastrofe është. Thelbi pastaj qëndron tek ta lojtarë që janë jashtë, ne jemi detyruar të punojmë me ata që do vinë, po tashmë kemi edhe një mekanizëm më pak në joshjen e tyre për të qenë me përfaqësuesen e Shqipërisë. Pse janë bë 2 ekipe kompetitive, tashmë është Kosova primare. Është fakt, duhet ta pranojmë. Shiko çka ka te Kosova. Mënyra si u kualifikua Kosova deri këtu. Ka një Edon Zhegrova, yllin e vet. Kam shku stadium e kam pa 2 ndeshje Kosova, Prishtinë. Gjithë stadiumi broret emrin e atij, ai nuk e fut në lojë, sepse ka qenë lojtar pa minuta te Juvja, super ekip evropian. Fut lojtarë të tjerë, të cilët kanë formë, kanë minuta dhe shkon këtu. Zhegrova është ylli i ekipit, por nuk luan. Ndërkohë te ne luan lojtar pa minuta, si trajneri thotë unë jam dashuruar me një gol para 3 viteve të Bajramit. Golin e ka bërë Bajrami, meritat na e ka dhënë, golin e ka bërë, e dua shumë për golin që ka bërë. Por aktualisht nuk po luan pse e fut formacion. E shikon sa hadër të ka, se në fundit kjo është logjika pse Kosova është e suksesshme edhe nuk janë fare. Atëre, pse Kosova është e suksesshme dhe ne jo? Kosova ka të njëjtin rrugtim si ne tani. Ne shkuam në Europian. Një sekond. Ne shkuam në Europian, Kosova nuk shkoi në Europian. Diferenca vetëm është një sfidë që unë mendoj që ndërmjet Polonisë dhe Slovakisë, Polonia është skuadra më e fortë se Slovakia. Pra Kosova luajti një skuadër më të lehtë dhe pse në rastin e Kosovës, kur nuk futet Zhegrova, bravo trajneri, por Shqipëri, kur nuk futet një Jusi Muçi ose Broja, bëhet nami. Sepse ka formën. Muçi e ka formën dhe luan minuta të plota. Zhegrova nuk po luan. Zhegrova është ndërtar që ka marrë më shumë llafe të mira kur i nga Stoli për Juventusin. Ka luajtur 6 minuta gjithë vitin. Mori merita po nerse me Dortmundi, Zhegrova u bë nami. Ka luajtur 6 minuta. Po si po tash, po le 6 minuta. A mendon që Silvinho duhet vazhdoj dhe të ndryshoj mendësinë apo duhet ndryshoj trajner komplet? Nuk ndryshon dot mendësia në moshën tonë, time se të Silvinhos. Problemi i ekipit tonë kombëtar është më tepër si do e shohë Federata Shqiptare e Futbollit çështjen e tij. Dhe në këtë aspekt ne duhet bëhemi supportues dhe mbështetës për t'i kthjelluar idetë. Sepse njerëz janë dhe ata, po përmes opinioneve tona të gjejmë elementet vërtet të qëndësishëm, pa tension, pa ngarkesa, për të përzgjedhur dhe kjo do një analizë thellë ku është ekipi ynë kombëtar sot, si është kontingjenti i ekipit kombëtar sot, a ka një perspektivë që ne të pretendojmë për eliminatore tjera që të jemi në Evropian, apo do punojmë me lojtarë të rinj që të bëjmë një ekip për 8 apo 10 vitet e ardhshme, se janë çështje strategjike. Në bazë të këtyre, pastaj ti do vendosësh objektiva. Silvinho u ble si xhup firmato, u përdor në verë në rrezet forta të diellit për 2 palë eliminatore dhe i doli boja, u lye para këtyre eliminatoreve dhe sigurisht që ai xhup nuk mban më të lyer për kombëtaren tonë, domethënë. Silvinho e ka ezauruar të gjithë potencialin e vet si trajner te Shqipëria, nuk përbën më as entuziazëm, as risi, as motiv. Tashmë ka mbi shpinë edhe probleme brenda skuadrës, edhe thashë theme për aktivitetin e tij, që nuk i hyj asaj pune fare, a janë të vërteta apo s'janë të vërteta, po gjersa ka gjithë këto ngarkesa,
Shqipërinë më tepër e plogështon qëndrimi i Silvinjos trajner të ekipit kombëtar, se sa i jep zgjidhje. Ka një ngërç real në mendjen e federatës, e mirë kuptoj. Dyshoj shumë se nga frika e mirë po heqim Silvinjon, po këtë do marrim, mos ju bie i tjetër më keq, nga jo frikë, kam frikë se familjarizimi me stafin e Silvinjos për 3 vjetë, se fillon i mëson dhe huqet dhe mënyrën e punës edhe këto, shpresoj të mos ndikoj të vendimarrja për Silvinjon, por sepse ekipi ton kombëtar përveç se dëm nuk ka çaj bën më për mirë. Nuk i harroj se mentalitetin e trajnerit e tregon përmes kohës, ai përpiqet jetë shumë i kamufluar, po gjatë kohës shpëtojnë cepa deklaratash. Sipas tij në ndeshjen me Italinë duhet ishim rraf edhe 8-0, mund të hajmë edhe 8 gola. Deklarata e lëshuar nga trajneri është katastrofike. Deklarata tjera të vjen të thot mas një ndeshje që gjithë shqiptarët prisjen kualifikimin dhe le të thot atje kemi një ndeshje shumë të rëndësishme me Ukrainën atje, edhe nuk prek tema tjera, po s'ton vëmendjen, është tallje, po është edhe shumë e trashë, nuk është edhe sofistikuar që ta tolerosh. Çka do thot, ai nuk ka zgjedhur të bëj një rrofim të udhëtimit vet 3 vjeçar real me ekipin ton kombëtar, sepse kam përshtypjen, po është 100% e vërtet që nuk ka marrë ekipi ynë kombëtar benefite nga të pasuri trajner Silvinjon, por Silvinjo ka përfituar shumë për shkak të cilësisë së lartë të kontingjentit që ka gjetë te ekipi ynë kombëtar. E di për çfarë vjen keq më tepër te kjo ndeshje që mund të kishim marrë maksimumi shumë më tepër nga ç'arritëm. Kemi një lojtar, Ismaili, i cili nuk është titullar, futet nga stoli për shkak të dëmtimit të Ajetit dhe bën ndeshje më të mirë. Kemi Mehmetin, lojtari më i mirë në Championship që nuk merr minuta fare. Kemi Ernest Muçin, lojtari më në formë i kombëtarëve shqiptarë që futet lë minutën e 82. Kemi Ylber Ramadanin, që trajneri tha Moseja se kishte gruan e vet maternitet për të lindur dhe pranoi të vinte dhe trajneri prapë futi 0 minuta në lojë. Ti unë do isha shumë i nxehur dhe nuk do vija më. Pse? Te ky trajner. Do vija për kombëtare po te ky trajner. Çfarë tha Silvinjo theti? Më lër ta mbaroj. Moseja ai erdhi. Po i qallon tash hajde, Moseja tash. Po sa ajo është ideja, Po si ata mos hajde. Të kam plane mos hajde. Ti vjen se ndje Fanell, ai është lojtar. Tash mos hajde për çfarë merdhe. Se marr vesh. Nuk po them futet sepse ky erdhi për këtë hall. Po ç'ke pra? Futet se është lojtari më në formë në kampionatin italian nga ata që ke. Ore ishte menduar tjetër që loja. Ta kesh Ramadanin aty në një ndeshje që duhen muskuj. Edhe një lojtar mes fushë, shkatrus tipik që luan kampionatin italian, një nga kampionatet më taktik të botës që duhet vrap poshtë mu losh, ti je i përgatitur taktikisht. Po. Për ta bërë atë detyrë. Dhe atij futbollisti i thotë unë s'kam nevojë për ty sot. Tani ti i ke bërë me dashje pa dashje, nga dashuria ose jo, për një lojtar i ke bërë dëm një kombi. Sepse të kesh 2 lojtarë që kanë 25 gola 2 bashkë në kamp, dhe të thuash që një ndeshje që më duhet vetëm fitoria, unë do fus mbrojtësar në sulm, kjo është qofshti që jetë, se si i thuash zgjuarësi. Ky trajner nuk e kuptoi rëndësinë që kishte kjo ndeshje për ne. Nuk e kuptoi që ne kishim një mundësi për herë të parë, ndoshta edhe të fundit në jetë për shkuar botror. Me këtë prezentar është paktën. Dhe nuk e kuptoj që kishin ardhur 5.000 shqiptarë nga gjithë Europa, kishin lënë punët e veta për të parë kombëtarë në një shtet ku i thanë do ketë huligan, do ketë çdo lloj gjëra dhe shkuan dhe e pan për këtë lloj zhgënjimi, atëherë s'ma bë populizmi kështu aman. Nuk ka populizëm këtu, kur ky ishte fakt. Se unë isha dhe e pash nga afër që kishte njerëz që kishin lënë punën, kishin marrë lekë, kishin gënjur, kishin ardhur nga spitali, ishin çuar për të pa ndeshjen. E kupton çfarë rëndësie ka për ne apo jo? Populizëm shumë. Është populizëm shumë. Po them çka ka, nuk ka populizëm fare. Ja, gjë pragmatiste. Duhet i kesh ndjek në rrjetet sociale humbjen e Brazilit me Francë. Po. Ha? Po. Ç'a bën gjithë Brazili? I thot Ancelotti, ti nuk mund t'i thuash që nuk je trajner. Po. Nuk Don mund Carlos. Ska njëri në botë. Ska birë nënë dhe birë. Edhe birë. Edhe
ka kapur një argument atje, sepse nuk luan me profesionalizmin e vetë, qoftë edhe me emrin e Brazilit. Edhe thot, se i është tur gjithë Brazili, gjithë bota mbase, që merre Neymarin, pse se fute Neymarin në 26. Dhe ai thot, me gjithë vlerat që ka, me gjithë karakterin pozitiv që ka, se ndikon të ekipi edhe të harmonia midis lojtarëve dhe të gjendja shpirtërore e ekipit. Me gjitha këto cilësi që ka, po s'pati cilësit fizike që i duhen një lojtarit për të luajtur me ekipin kombëtar, vendi aty është, ka ende kohë. Me këtë gjendje që ka tash nuk do vi. Do vi në ekipin kombëtar, derën e ka të hapur nëse përmirësohet fizikisht, tu jemi dhe do e shohim. Për ta mbyllur, kemi një hidhërim të madh që do duhen 3-4 muaj të kaloj kjo ndeshje, por kemi Kosovën, vlla joni vogël i cili po provon të shkojë në botëror dhe ka një ndeshje me Turqinë. Shkurtimisht një mendim, do të kemi edhe një lidhje me një gazetar në Kosovë pastaj. Unë kam një afeksion të papar për stilin e lojës tyre. E më shtes pa mas, sepse është futboll kreativ, futboll që nuk rrit pret mbrapa, është futboll agresiv drejt portës kundërshtarit, sigurisht i menduar dhe i strukturuar mirë, po është stili i lojës që të tërheq edhe ta shohësh dhe ta shijosh. Me atë lloj stili loje unë pranoj dhe të rifem, se rrezikoj. Po luaj futboll, po ne dalim mas ndeshjes ne me Kosovën, ne dalim dhe të mundur dhe të paknaqur me lojën që bëjmë. Pse? Se nuk e kemi provu, se kemi meritut në të bësh kompliment, se s'kemi lujt ashtu siç duhet. Mendon që arrin botrorin? Shanset me Turqinë për mua jam 50-50. Sigurisht që bëj tifo pa fund për ekipin e Kosovës, një lloj si me Shqipërinë, por me një kureshtje më të madhe, sepse Kosovën e di që luan bukur, edhe nëse nuk e kalon Turqinë, e di që do kënaqet me futboll. Sigurisht futbolli i bukur një ditë të shpërblen. Futbolli luajtur mirë është çështje kohe derisa të arrish te suksesi, por gjithsesi Kosova po, për shkak se nuk ka qenë asnjëherë në Evropian, për shkak se nuk ka qenë asnjëherë i diskutuar nivelet larta të elitës futbollit, e ka fitu botrorin e vet. Unë shpresoj me gjithë shpirt që ta kaloj dhe këtë test, sepse ju jep të drejtë dhe argumentave tona për ekipin e Shqipërisë. Ilir, falenderojmë edhe një herë për gjithë mendimet që ndave këtu me ne. Ju falenderoj, po kaq shumë mendime që keni ju të dy për futbollin, do vi me kënaqësi se s'do më duhet sforcohem fare. Futbolli është sa herë të më ftoni. Na jep të drejtë që të gjithë kemi mendimin e lirë. Është pasion, është energji, është përndryshe unë bet kuptimin. Faleminderit shumë. Shqipëria na dha një hidhërim të madh, por Kosova nga krahu tjetër para një gëzim duke qenë në finalen e play-offit me Turqinë, aty ku ne urojmë që të kualifikohet dhe shkoj flamuri shqiptar të shkoj edhe një herë të shkoj në botror. Për këtë jemi në një lidhje direkte me Blekin, direkt nga Prishtina për ta treguar pak atmosferën dhe çfarë po pritet aty për këtë takim të rëndësishëm me Turqinë. Bleki, përshëndetje. Flori, përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Tani na trego pak, është një, po them, ndeshje historike për Kosovën, për gjithë shqiptarët. Hera parë në një play-off botror në finale, një hap larg kualifikimit botror. Kjo është dita e kombit, kjo është dita e gjithë shqiptarëve, kudo që janë fatkeqësisht në Shqipëni, në Shgenjell, po mendoj që zemrat tona nuk ishin kohën gati për dy ndeshje të njëjtën kohë, edhe për dy hidhërime po dhe gëzime, kështu që më mirë që e kanë në 71-ën, përgatitemi për të edhe të shohim. Atmosfera është fantastike, kanë ardhur shqiptarë nga gjithë anët, kanë ardhur edhe turq këtë rast, po të shohim, stadiumi nuk është aq i madh, po jehona e tifozëve në bar Kosovën, Shqipërinë dhe ana tjera, besoj që kam jep ndihmë lojtarëve tonë. Unë kam parë shumë shqiptarë që po nisën nga qytete ndryshme për të ardhur në Prishtinë për të parë ndeshjen. Ndoshta edhe kjo është një lloj emocioni, një lloj bashkimi që kemi para kësaj ndeshje, apo jo? Patjetër, po ne nuk kish dashur me qenë ndeshje që më na bashkuan, mendoj që gjithë shqiptarët kudo që janë duhet marrë këtu, sepse unë thash kjo është është emri Kosovë, por kjo përfaqëson gjithë shqiptarët, ndonë edhe kombi shqiptar është njëjtë, mendoj që nuk ka këtë vend për dallim, duhet marrë gjithë me na pas, sepse kuptohet Shqipëria veç ka qenë dy në kampionat evropian, tash ndonë se botrori është diçka më e madhe, do të ishte hera parë për Kosovën në një vend botror, kështu që sonte është nota më e rëndësishme e kombit, edhe nëse eventualisht Kosova fiton, çështave datëmërisht që do të jetë super një pavarësi e dytë. Tani me që unë dale ke muri që formacionin e Kosovës si e dosa, ne te nga Shqipëria e grill Silvinjon për Muçin.
Ju andej e grini Foden për Zhegrovën apo do bëni suspend pa Zhegrovën? Po në kushte normale ish dash me pas shumë presion për Foden për shkak të Zhegrovës, po fatkeqësisht e kena patur Juventusi nuk ka qenë që ka startu shumë ndeshje, në fakt ka startu veç një, edhe formacioni i fundit i Fodës që në poshti Suedin, mrenave jashtë, në poshti Slovenin, barazoj me Zvicër, në poshti Slovakin, fatkeqësisht nuk ka vend për Zhegrovën në këtë skemë, edhe kjo s'kish pas me pas rëndësi sepse Kosova është mbi të gjitha, edhe nëse ka vend për Zhegrovën, mendoj që eventualisht nëse Kosova të humbë në pjesën e parë, pas pjesës dytë me fut, po gjithsesi kjo nuk është ndeshje që mundem me veçu emra, po këtu është shteti mbi të gjitha, edhe po shpresojmë që kurdo që luan nuk ka rëndësi askush shënon, besoj që lojtarët e dinë që këtu s'ka vend për egoizëm, edhe shkojnë pesë përfitore pavarësisht kush. Foda Edhe nëse jap gol edhe Aro Muric. Foda në fakt në konferencë për shtyp përpara sfidës ta shanset janë 50-50 ta. I këtij mendimi edhe ti? Unë mendoj që Foda ashtu thot sepse është diplomat, po Kosova në gjitha ndeshjet që ka fituar në këtë cikël kualifikues ka qenë jo favorit kundër Suedis, mrena jashtë, po ashtu kundër Slovakisë, edhe në fakt koeficienti me Turqinë është i njëjtë që shke edhe kundër Slovakisë, kështu që po shpresojmë që sa më shumë që jena na inferior ose jena outsider në çdo ndeshje, kjo ai hek presionin e lojtarëve, kështu që po shpresoj prapë që po fusha vendas e bën vetën, unë mendoj që kjo është arsyeja kryesore pse na shta Foda ka vojna 50-50 sepse patjetër kur jemi tokën tonë është diçka epokale. Tani ky muhabeti që përflitet që shumë tifoz i kanë shitur biletat turqve. E vërtet, dim gjë, s'dim gjë? Ka pretendime, në fakt kanë ardhur turq shumë, po ka edhe turq që jetojnë në Kosovë, kështu që ka pas lajme, nuk janë të verifikuar sepse deri në ditën e ndeshjes është probleme e ditë, po unë nuk besoj që ka shqiptar nga Kosova apo kudo që ka ble bileta me tendencë që me pasuru veten për ndoshta një muaj, sepse ndoshta shitet aty çmimi ka pas dhënë 1.000 euro, që është diçka katastrofale, po prapse mendoj që secili shqiptar nga Kosova kur e sheh videon e ndeshjes kaluame, nuk ja bën zemra me shit një bilet. As të turku, as shtrajt, po as të shqiptari. Kjo mbetet shisë ka mundohur në stadion, po të shohim. Ne kemi patur, kur ka pat kombëtare ndeshje të rëndësishme, kemi patur bileta që janë shkëmbyer deri në çmime apartamentesh. Me makina. Nuk e di me ça po ndrojnë biletat aty në Prishtinë, çka kanë ofruar gjën më të çmendur. Këtu me shumë gjas ndrohet etiketa me një tokë në Veternik, që është pjesa kryesore ku ndërtohet në Prishtinë. Po, qyren, tash kur e shohim ka aspekti i historisë, mendoj që ndoshta kuptohet nëse dikush jep 1.000 euro për me përjetu ndjenjë me shkum botror. Po prapë kur e shohim si biletat në start kanë qenë 10, 20, 50 euro, është diçka turpshme, qoftë për karakterin apo identitetin e secilit njeri, me bëni gjë të tillë. Po nëse dikush veç ka bua cen, të paktën ne të fitojmë pra. Tani në kohën që Kosova po luante në Bratislav, ti isha aty, ndërkohë unë isha në Poloni ku luante Shqipëria. Ne humbëm për fat keq, por ngushëllimi që pash nga gjithë pranishmit ishte që të paktën kaloi Kosova. Nuk e dite ndeshja në Bratislava, ishte kjo festa me hidhërim brenda për kombëtarën shqiptare? Në fakt ka pas disa individ që kanë pa dhune që paralelisht tu e pa ndeshjen e Kosovës se kanë pas telefon edhe Shqipërinë. Unë pas u kry pjesa e parë s'kisha shumë mirë internet, ku peshon pjesë parë 0-1 të fitu Shqipëria e të hub Kosova 2-1. Unë thash, okay, hajde Shqipëria po shkoj ka. Po futbolli ka këta, njëna duhet, unë po shpresoj të fuqishëm që Kosova shkon, megjithatë kish me qenë diçka më të bashkuar Shqipëria, po unë thash edhe më herët, zemra e çdo shqiptari nuk kish qenë e gatshme për dy emocione kaq të mëdha të njëjtën kohë. Kështu që në vend të asaj ta bëjmë një zemër përbashkët, le të na gëzohet, shpresojmë që mos na thajet, do nëse na thajet ka shpresë për Europionin 2028. Urimi jot shumë i saktë dhe i bukur, tani me që të kemi këtu para se të themi miropashën e suksesit, do na japësh dhe parashikim. Are godit e kokës. Parashikimi jam shumë i sinqert edhe me shumë analizë është 2-1 për Kosovën. Edhe mendoj që ka me avancu Turqia, e na kena mja këthy kur ja bëm Slovakisë. Unë mendoj ta morëm kualifikimin e penalti. Na dritet zemra fort. Jo, po se nuk mbajmë dot, çka ndodhet, nuk e mbajmë dot. Emocion. Too much to handle të thonë. Miku im, faleminderit, shumë kënaqësi. Blekit falenderojmë dhe urojmë që të shkojmë duke festuar një kualifikim të madh aty nga Prishtina. Faleminderit Forca Kosova dhe forca për gjithë shqiptarët. Faleminderit. Falenderojmë. Faleminderit shumë. U kry. E pra miq, e pam edhe Blekin i cili dha ato parashikimet e veta, urimet e veta. Urojmë dhe ne patjetër që Kosova të kualifikohet, flamuri shqiptar do shkojë në botëror sido që të jetë. Unë tani po mendoj kualifikimi penalti, nuk e di pse më ngjiti shumë kjo ide. Për ata që na ndoqën deri këtu, Andale Sport ka një speciale tjetër këtë herë nga Prishtina, prandaj
Qëndroni në Andale, qëndroni tek sporti, qëndroni për surprizat bukura. Bashkë mirë ta kopshim. Andale!